Nafta po shkon drejt 100 denarëve, qeveria flet për stabilitet, opozita për krizë. Kryeministri deklaroi se ligji për përfaqësim të drejtë pritet që javën tjetër të kalojë në qeveri. Kryetari i gjykatës kushtetuese kundërshton mekanizmin e badenterit. Kreu i qeverisë deklaroi se aktualisht nuk ka pajtueshmëri politike për të hapur kushtetutën. Rritja e numrit të denoncimeve kundër dhunës në familje vjen si pasojë e ndërgjegjësimit të shoqërisë. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Drejtuesit politik në vend kanë shkëmbyer akuza për gjendjen e krijuar pas rritjes drastike të çmimeve të derivateve. Lideri opozitar Venko Filipçe pretendon se qytetarët nuk po shohin përfitime nga ulja e TVSH-s për karburantet pasi pavarësisht kësaj mase çmimet janë rritur. Në anën tjetër, kryeministri Kristian Mickoski deklaroi se çmimet e derivateve të naftës në Maqedoninë e Veriut janë më të ulët në Evropë. Çmimet e derivateve të naftës në Maqedoninë e Veriut po ecën me hapa të shpejt, madje kanë mbetur edhe ca denar që çmimet të shndrohen në numër 3 shifror. Pothuajse të njëjtin ritëm e ndjekin edhe çmimet e produkteve tjera, ndërsa nga qeveria theksojnë se çmimet janë stabile e për opozitën janë katastrofale. Kryetari i LSDM-s opozitare, Venko Filipçe, thos se qytetarët nuk po shohin përfitime nga ulja e TVSH-s për karburantët edhe derivatet e naftës, pasi pavarësisht kësaj mase, ai tha se çmimet janë rritur. Sipas tij, çmimi i derivateve të naftës ka ndikuar drejt për drejt edhe në shtrejtimin e ushqimeve. Rritja e çmimit të energjisë, derivateve dhe naftës do të sjellë rritje të çmimeve fillimisht të produkteve ushqimore e më pas të gjitha produkteve të tjera në vend. Nafta ishte 71 denar, ndërsa tani është 95.5 denar dhe qytetarët tashmë ankohen se nuk mund të mbushin as shportën bazë. Janë shtrejtuar produktet bazë si vezë, mishi, produktet e qumshtit, frutat dhe perimet dhe dihet se kur këto produkte rriten një herë, çmimet në rroll kthehen pas. Nga masa e qeverisë për uljen e TVSH nga 18 në 10% nuk po përfitojnë as kompanit. Megjithatë, për ministren e energjetikës Sanja Bozhinovska, çmimet e karburanteve mbeten stabile. Ajo tha se masat të ndërmarra nga qeveria në kombinim me hapa konkrete nga operatorët ekonomik po japin rezultate, çmimet e karburanteve janë stabilizuar dhe presioni i çmimeve është zbutur ndjeshëm, duke shtuar se është duke u siguruar ulje shtesë për dizelin. Në këtë drejtim, kompania Okta e vazhdon iniciativën për ulje të çmimeve të karburanteve edhe pas afatit fillestar që ishte parapar deri në fund të marsit. Masat do të zgjas deri më 6 prill. Si pjesë e këtij vendimi, ulja për dizelin rritet nga 2 në 3 denar për litër, duke siguruar mbështetje shtesë për konsumatorët dhe duke kontribuar në stabilizimin e tregut. Të njëjtën e vërtetoi edhe kryeministri Kristian Mickoski, i cili vazhdoi të mburrë se çmimet e derivateve të naftës në Maqedoninë e Veriut janë më të ulta në Europë. Kështu që nga sot kemi 3 denar ulje në të gjitha pikat e karburantit që janë në parametrat të Oktas. Nga çmimet maksimale të përcaktuara dje nga Komisioni Rregullator për Energjetik, kemi ulje prej 3 denarësh, gjë që do të thotë se aktualisht kemi çmime më të ulta të karburanteve në Evropë. I pyetur nëse po shqyrtohet mundësia e kufizimit të blerjes së karburanteve për shkak të paralajmërimeve nga vendet e rajonit dhe fakti që qytetarët nga shtete fqinje po furnizohen në vend, Mickoski tha se aktualisht ka sasi të mjaftueshme për nevojat e qytetarëve, ndërsa tha se konsumi është rritur në disa zona kufitare me Shqipërinë, Kosovën, Serbinë dhe Greqinë për rreth 10%. Ekonomisti Faton Halili e vlerëson si të pamjaftueshme uljen e TVSH-s për derivate, duke thënë se kjo mas po përdoret më shumë për qëllime politike se sa për ndikim real ekonomik. Ndërkohë, ekonomisti Abil Baush thekson se huamarrja duhet të fokusohet në investime kapitale që gjenerojnë zhvillim, duke paralajmëruar se vonesat në projekte si Korridori 8 rrezikojnë stagnim ekonomik dhe kosto shtesë për vendin.
Në emisionin Debat në Shenja, java ka filluar me 2 lajme që kanë tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Nga njëra anë, vendimi i qeverisë që ka ndërmarrë masa për uljen e TVSH-s nga 18% në 10% për derivatet e naftës. Ndërsa nga ana tjetër, ky vendim rezulton të jetë kontradiktor, sepse qytetarët janë përballur sërish me rritje të çmimeve të potënjëjtave. Viti 2026 ka filluar me një deficit buxhetor pothuajse prej 700 milion eurosh, ndërsa inflacioni dhe borxhi publik mbeten sfida të rëndësishme. Pikërisht për të gjitha këto zhvillime dhe për të kuptuar se ku po shkon ekonomia e vendit, në studio ishin të ftuar 2 njohës të çështjeve ekonomike, Abil Baush dhe Faton Halili. Ekonomisti Faton Halili e ka cilësuar të pamjaftueshme masën për zvogëlimin e TVSH-s për derivatet e naftës. Ai u shpreh se kjo masë nga qeveria po përdoret më shumë si instrument politik sesa si një ndërhyrje efektive ekonomike. Kjo masë nuk është e bollshme. Kjo masë po shfrytëzohet nga pushteti si instrument politik, sesa si instrument ekonomik. Jo vetëm kjo masë, të gjitha masat edhe më herët, kur kemi pas kësaj lloj krizash, qoftë në kohën e pandemisë, pastaj edhe në kohën e invazionit që ndodhi mes Rusisë dhe Ukrainës, qytetarët realisht nuk kanë ndjej lehtësime deri tek mbushja e xhepit të tyre apo përmirësimi i standardit jetësor. Tutje, a i vlerëson se institucionet dhe qasja e shtetit nuk po arrin të ndjekin dinamikën e vendeve të tjera të rajonit, duke përfshirë Kosovën, Shqipërinë dhe Serbinë. Ndërsa Baush theksoi se huamarrja duhet të orientohet drejt investimeve kapitale që prodhojnë zhvillim afatgjatë. Nëse ti huatet tua i merr për investime në shpenzime operative të tipit pensione, paga dhe gjëra të tjera, ti nuk ke gjenerim të ekonomisë. Në Shqipëri, ne kemi disa investime kapitale që na ndodhin në vendin tonë dhe është ndalë puna. Nëse ti të përgjysmohet puna, se më thonë, kjo është informata, nëse përgjysmohet puna, përgjysmohet edhe arritja e deadline-it, timingut të përfundimit të korridorit të 2029. Pasojmë penaltit. Edhe ne, le që do të paguajmë penalti, po ekonomia e vendit stagnon. Vonon procesi i zhvillimit. Gjithë ato të cilat miren vendin tonë, gjithë ato gjërat të cilat janë gjeneruar në vendin tonë, tash nuk miren. Halili shtoi se në të kaluarën Maqedonia e Veriut konsiderohej në një nivel të krahasueshëm me vende si Slovenia dhe Kroacia, duke përfituar nga trashëgimia e ish Jugosllavisë, ndërsa sot ka mbetur e fundit në rajon. Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski tha se më mirë të mbyllet gjykata kushtetuese se sa të vendoset mekanizmi badenterit. Ndërkohë, kryeministri Hristian Mickoski njoftoi se ligji i ri për përfaqësim të drejtë do të kalojë në qeveri në seancën e së martës. Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski i njohur tashmë për deklarata që bëjnë zhurmë në opinion edhe këtë herë nuk kaloi pa lënë gjurmë. Ai përsëriti qëndrimin se jo vetëm që është kundër vendosjes së badenterit në gjykatën kushtetuese, por shkoi edhe më tej, duke thënë se më mirë të mbyllet ky institucion se sa të vendoset ky mekanizëm. Kostadinovski këtë argumenton duke thënë se nëse aplikohet ky mekanizëm, atëherë në vendime nuk do ketë argumente kushtetueso-juridike, por argumente të tjera. Takvov mehanizëm sodvetën za politički. Unë e kam thënë qëndrimin tim, një mekanizëm i tillë është i përshtatshëm për organet partijake, siç është kuvendi dhe është mekanizëm i shëndetshëm. Megjithatë, në një institucion, siç është gjykata kushtetuese, që është institucion i pastër juridik, vendosja mekanizmit, ndoshta kam qenë brutal kur e kam thënë se është më mirë të mbyllet institucioni sesa të vendoset një mekanizëm i tillë. Mekanizmi i badenterit në gjykatën kushtetuese ose shumicë dyfisht nënkupton që ligjet që miratohen me shumicë të dyfisht në kuvend të mos mund të rrëzohen në kushtetuese pa shumicë të dyfisht nga radhat e gjykatësve. Ndërkohë, kryeministri Hristian Mickoski u pyet për ruajtjen e përfaqësimit të drejtë në institucione. Ai njoftoi se ligji i ri për përfaqësim të drejtë që mori mendim pozitiv nga Komisioni i Venedikut, këtë seancë ose të ardhshmen të qeverisë do të kalojë dhe më pas do të prezantohet para deputetëve. Сега в моментот такви политички услови не се
Ligji për përfaqësim të drejtë do të kaloj ose seancën e sotme ose e të ardhshme të qeverisë. Ligji, i cili mori mendim pozitiv nga Komisioni i Venedikut, do të jetë para deputetëve, kështu që ne nuk kemi për qëllim si qeveri të politizojmë diçka që është e drejtë kushtetuese e dikujt, të mos keni dilema. Ka parti politike opozitare, të cilat me konstruksione, trillime, mundohen të krijojnë polarizim në shoqëri, por ne sillemi ndryshe. Ligji i ri për përfaqësim të drejtë dhe adekuat synon të zëvendësojë balancuesin e shfuqizuar nga gjykata kushtetuese. Kreu i qeverisë është shprehur kundër hapjes së kushtetutës. Sipas Mickoskit, aktualisht nuk ka kushte politike për ta bërë këtë gjë. Pas kësaj deklarate të kryeministrit ka reaguar kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, i cili tha se deklarata është e paqartë, por edhe shqetësuese për të ardhmen evropiane të vendit. Qeveria momentalisht nuk mendon për hapje të kushtetutës. Kryeministri Hristian Mickoski u shpreh i prerë për këtë çështje, sepse siç tha nuk janë krijuar kushte politike për realizimin e së njëjtës. Këtë deklaratë kryeministri e bëri në gjykatën kushtetuese ku diskutua për vendosjen e një ankese kushtetuese për realizimin e së cilës duhet të bëhen ndryshime kushtetuese. Ndryshimi i kushtetutës është një çështje politike, e cila në këtë rast përfshin një çështje ligjore, domethënë nevojën që gjykata kushtetuese më në fund të fitoj peshën e saj në vetë kushtetutën. Imagjinoni një gjykatë kushtetuese që nuk ka peshën e vetë në vetë kushtetutën. Dhe tani kemi arritur në një situatë ku ajo që është një barë së kaluarës duhet të zgjidhet edhe ne do ta zgjidhim atë kur të krijohen kushte politike. Për momentin, kushte të tilla politike nuk janë krijuar. Pas kësaj deklarate të kryeministrit ka reaguar kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari. Ai thotë se deklarata e Mickoskit se nuk ka kushte politike për ndryshimet kushtetuese, pa ofruar asnjë afat apo plan konkret se kur këto kushte do të krijohen, thotë ai, është jo vetëm e paqartë, por edhe shqetësuese për të ardhmen europiane të vendit. Aleanca për Shqiptarët të pyet publikisht: a ka vendosur kjo qeveri të mbyllë përfundimisht rrugën drejt Bashkimit Evropian, sepse çdo ditë pa ndryshime kushtetuese është një ditë më larg Evropës edhe më afër izolimit. Ne i bëjmë thirrje koalicionit të vlen që të zgjohet nga xhumi i thellë politik dhe të përballet me përgjegjësinë që ka marrë para qytetarëve. Premtimi i tyre për të realizuar ndryshimet kushtetuese brenda 6 muajve është obligim dhe përgjegjësi politike. VMRO DPMN në disa raste ka deklaruar se ndryshime kushtetuese nuk do të realizohen pa garancione të qarta. Ndërkohë, ndërkombëtarët vazhdimisht bëjnë apel që vendi të kryejë detyrën e saj të bëjë ndryshimet kushtetuese, të vendosë bullgarët në kushtetutë në mënyrë që ta vazhdojë rrugën e saj euroatlantike. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski deklaroi se organet shtetërore po angazhohen seriozisht për parandalimin e dhunës. Ai deklaroi se rritja e numrit të denoncimeve kundër dhunës në familje vjen si pasojë e ndërgjegjësimit të shoqërisë. Rritja e denoncimeve kundër dhunës në familje vjen si pasojë e ndërgjegjësimit të shoqërisë, por jo vetëm. Sipas ministrit të Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, kjo vjen edhe si pasojë e zgjimit institucional. Toshkovski deklaron se organet intensivisht po punojnë në parandalimin e dhunës. Duke shprehur keqardhje për viktimat, Toshkovski thotë se qëllimi i institucioneve është që në mënyrë më të përgjithshme të veprojnë kundrejt të gjitha sfidave. Таму къде што instituциите направиле пропуски. Aty ku institucionet kanë bërë lëshime duhet të bëhet revizion të hapave institucional që janë ndërmarrë, të konfirmohet përgjegjësi konkrete me emër dhe mbiemër të atyre që kanë bërë lëshime. Nga ana tjetër, të bën përmirësime sistemore të cilat me patjetër duhet t'i bëjmë në të ardhmen. Toshkovski paralajmëroi edhe ndryshime ligjore për veprimtari më efikase të policisë dhe organeve ligjzbatuese. Втора фаза ќе следи. Faza e dytë do të përfshijë revizion të plotë të ligjeve mbi dhunën në familje, veçanërisht për dhunën ndaj grave dhe fëmijëve. Është proces që na duhet të pak më tepër kohë për të implementuar dhe për të cilin ekspertët do të duhet në mënyrë thelbësore të analizojnë jo vetëm ligjin, por edhe implementimin e ligjeve pozitive të cilat janë në fuqi. Për temën e dhunës në familje dhe denoncimeve, televizioni Shenja u konsultua edhe me psikologen Fatime Ziberi, e cila vlerëson se rritja e vetëdijes dhe mbështetja më e madhe për viktimat kanë ndikuar drejt për drejt në shtimin e denoncimeve.
Pavarësisht faktit se Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe numri i madh i universiteteve të tjera janë kundër draft ligjit të përmirësuar për arsim të lartë, do të publikohet në emër ku do të qëndrojë për 2-3 ditë, ndërsa më pas do të dërgohet në procedurë qeveritare. Kundër draft ligjit fillestar të propozuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, zërin e ngritën numër i madh i universiteteve, të cilët shqetësimet e tyre i ngritën në debatet publike të organizuara për këtë ligj, po edhe përmes nënshkrimit të peticionit të përbashkët. Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe grupi punues kanë mbledhur të gjitha vërejtjet dhe të premten draft ligji i përmirësuar për arsim të lartë do të publikohet në ener, pavarësisht faktit se Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe numri i madh i universiteteve publike janë kundër këtij draft ligji. Ministria e Arsimit Vesna Janevska, e pyetur nga televizioni Shenja, tha se ligji tashmë është plotësuar dhe pritet që brenda javës së ardhshme të jetë në procedurë qeveritare. Në shumë nene, ligji është plotësuar dhe ndryshuar sipas kërkesave korrekte të institucioneve. Pres që deri të premten të publikohet në ener, ku do të qëndrojë për 2-3 ditë, edhe pse për një gjë të tillë nuk obligohemi ligjërisht, por siç edhe kemi premtuar do të veprojmë dhe më pas ligji do të jetë në procedurë qeveritare. Kundër draft ligjit fillestar të propozuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, zërin e ngritën numrin e madh i universiteteve, të cilët shqetësimet e tyre i ngritën në debatet publike të organizuara për këtë ligj, po edhe përmes nënshkrimit të peticionit të përbashkët. Sipas universiteteve, ligji cënon autonominë e tyre dhe rrezikon mbylljen e drejtimeve, po edhe vetë universiteteve. Janë bërë 27 vjetë që kur NATO nisi fushatën ajrore kundër Serbisë. Gjatë 78 ditëve të operacionit, forcat ajrore të 19 vendeve antare të NATO-s realizuan mbi 38.000 fluturime, prej të cilave më shumë se 10.000 ishin misione bombarduese. Shtetet e Bashkuara mbajtën rolin kryesor duke kryer mbi 60% të fluturimeve dhe mbi 80% të goditjeve. Ish zëdhënësi NATO-s gjatë luftës në Kosovë në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, tha se kishte qenë i bindur se përdorimi i forcës ishte i domosdoshëm për të shpëtuar jetët e kosovarëve dhe se drejtësia ishte në anën e tyre. Sipas ish zyrtarit të NATO-s, vendimi nuk ishte i vështirë sepse qëndrimi kokëfort i Miloševićit dhe veprimet serbe si masakra në Reçak i bindën të gjithë aleatët se NATO duhej të ndërhynte për të parandaluar një katastrofë humanitare në Kosovë. Ai vlerësoi se edhe 27 vjet më vonë Serbia ende nuk ka kërkuar falje për krimet e kryera në Kosovë dhe kjo është për të ardhur keq. Ai gjithashtu tha se është përgjegjësi morale e qeverisë së Serbisë të pranojë krimet e kryera në Bosnjë, Kroaci dhe Kosovë dhe të emërojë një komision të pavarur të historianëve ndërkombëtar dhe serb për të hetuar dhe për të nxjerrë në dritë të gjitha faktet. Senatori demokrat Chris Van Hollen akuzoi presidentin Donald Trump se ka gënjur për mbajtjen e bisedimeve me Teheranin. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli do të vazhdojë të sulmojë Iranin dhe Libanin edhe pse SBA-ja po mendon për armëpushim. Përderisa lufta e SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit hyn në javën e 4, senatori demokrat Chris Van Hollen akuzoi presidentin Donald Trump se ka gënjur për mbajtjen e bisedimeve me Teheranin. Duke folur për CNN-in, Van Hollen tha se Trumpi nuk po tregon të vërtetën kur pretendon se Irani është i angazhuar në negociata dhe është gati të pranojë gjitha kërkesat e SBA-s për t'i dhënë fund konfliktit. Ne dim që ai po gënjen, deklaroi senatori Van Hollen. Ai paralemroi se çdo sulm i SBA-s ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit përfshir planet që synojnë ishullin Karg, terminalin kryesor të eksportit të naftës së Iranit, ka të ngjarë të përbëjë krim lufte dhe të shkelë ligjin ndërkombëtar. Edhe kryeparlamentari iranian Mohammed Bagher Kalibaf ka thënë se nuk ka negociuar me SBA-n. Lajmet e rreme po përdoren për të manipuluar tregjet financiare dhe të derivateve, shkroi ai në platformën X. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ndërkaq ka thënë se Izraeli do të vazhdojë ta sulmojë Iranin dhe Libanin, edhe pse SBA-ja po mendon për armëpushim. Do të ketë edhe më shumë, ka thënë ai. Ndërkaq të martën,
Ka pas sulme me raketa mes Iranit dhe Izraelit. Ministria e Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Artizanatit e Iranit tha se sulmet ajrore Shoba-Izrael kanë dëmtuar 114 vende kulturore dhe historike në gjithë Iranin. Ministria u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare, veçanërisht UNESCO-s, të kalojnë përtej pozicioneve minimale dhe të luajnë një rol më aktiv, efektiv dhe parandalues në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore nën kërcënim. Për shkallëzimi rajonal, ka vazhduar të ndizet që kur Shëba dhe Izraeli nisën një ofenziv të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani mbi 1340 njerëz. Teherani është hakmarr me sulmet me dron dhe raketat që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordanin, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane. Si pasojë luftës, nafta ka rritur në çmim prej më shumë se $100 për fuqi, duke shënuar rritje prej 40% prej fillimit të luftës më 28 shkurt. Të paktën 66 persona humbën jetën të hënën kur një avion ushtarak kolumbian me 125 persona në bord u rrëzua në jug të vendit, njoftuan mediat lokale. Avioni Hercules C-130 me 114 antar të personelit ushtarak dhe 11 antar të ekuipazhit në bord u rrëzua më njëherë pas ngritjes nga Puerto Lugaizmo, Patamoyo. Ministri i mbrojtjes Pedro Anulfo Sanchez e përshkroi aksidentin si tragjik dhe shprehu ngushëllime për familjet e të prekurve. Presidenti Gustavo Petro kritikoi ata që pengojnë planet për modernizimin e ushtrisë, duke theksuar se blerja e avioneve C-130 nga Kolumbia filloi që në vitet 1960. Në një postim në rrjetet sociale, Petro deklaroi: "Nuk do të lejoj shtyerje të mëtejshme, jetët e të rinjve tani janë në rrezik. Nëse zyrtarët politik ose ushtarak nuk janë në lartësinë e detyrës, ata duhet të shkarkohen." Muaj i kaluar, një avion C-130 i forcave ajrore boliviane që transportonte kartmonedha u rrëzua në perëndim të vendit, duke vrarë të paktën 20 persona. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.